Rama e goditi dhe ky I kishte bërë dhe një komplot. Domethënë me 10 deputet në bashkëpunim me Sali Berishën, kërkonin të bënin mocion mosbesimi për të rrëzuar. Ka qenë e përfshirë dhe kryetare e parlamentit Lindita Nikolli, ka qenë ky Xhafa, edhe disa të tjerë. Dhe Rama e mori vesh që po I bënin puç për të rrëzuar, edhe kush ka qenë spioni, po nga krahuma tanë shoku I vet, I tha, ore, ki kujdes se po të bëjnë puç. Po PD-ja pra e ka njoftuar, kupton? Tani 80 me PD-n deshin të rrëzonin. Kuptoj. PD-ja që e mori vesh puçin. Edhe një sekond, kush është Dora mbas të gjithës që bën këtë? Kush është Dora që e bën këtë nakatosje në Shqipëri? Po këta të dy që luan edhe në aspekt fetar, apo janë çifutët dhe sipër? Janë, shiko, ka qenë anulatosi, ja, këtu që luante lojën ke PS-ja, kurse nga serbët kanë rjetet e tyre ke PD-ja. PD-ja shumë e komenduar. Demontim po ndërkohë dhe në një këndvështrim I joti për çështjen e këtë analizë se ka bërë asnjëri, besoj unë në Shqipëri deri më sot. Është një analiza ime. Tani kjo është shtëpia jote, ç'ë? Analiza lum ata bishpëllumat. Merru. Po pra, po lum ata që të dëgjojnë. Mos ofendo njerëzit që ndjekin rrethin katror. Bishpëllumat. Mos ofendo asnjë që ndjekin rrethin katror se është mbas edicionit informativ të Radio Moskës, ju flet Radio Tirana. E para një grupi komunisti I Shkodrës, I dashur Alfred, kishte 3 themeluesit kryesor ishin Zef Mala katolik, Vasil Shando ortodoks dhe Qemal Stafa sunit. Pra mos akuzojmë kohë tani që e pas kanë themeluar muslimanët pa katolikët. Ktheu te historia lexo. 3 nismëtarët e parë. E dyta, Erion Veliaj është I deklaruar... Ka patur në pushtet Zef Mala, Zef Mala është themelusi, more dy ditë në mbledhje dhe për zonë. Është themelusi. Po le se mire ka vetëm ti e mbake me. Po. Vazhdo me Erion Veliaj. Dëgjoni. Ne historinë ti futu ke Erion Veliaj. Erion Veliaj është një krishter I deklaruar. Është një krishter deklaruar, një krishter I cili fal kishës shkoi me studime në Amerikë. Mbaroi vitin e 3 të gjimnazit e Samir dhe unis atje. E ka deklaruar madje edhe kisha në Tiranë. Tjetër? E para, e dyta, e treta, ajo që është më thelbësore se ti I bëre pyetje për Erion Veliaj dhe ky vajti në Shkodër, po fliste për Vasil Shando. Me saktë logjika e tij. Po, ai që kuptoi dhe ne që kuptuam jemi të kënaqur. Po të nisim ashtu rreth 4 orë do 4 orë të mbaroj. Vazhdo ti këtu tani. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Kjo është iniciativë e kryeministrit Rama. Dhe un po e nis tek Cila është iniciativë? Shkarkimi I Erionit? Unë po e nis se emri Ogerta Manasiliut. Jo pa qëllim e zgjodhi si kandidate, sepse Edi Rama në rrugëtimin e tij politik nuk do përball një njeri që ta çmonte ta shikoj si konkurrent. Pse I kulali mos zotëri, keni argument. Pse I Erion Veliaj? Pse? Pra se në rrugtimin e tij politik nuk do një njeri që ta çmonte të paraqes rrezik. Do një... Qa reziku paraqiste? Për t'i marrë partin, për t'i marrë qeverin. Pra, Ogerta e tregoj më së miri. Unë dua një ish drejtoreshat e mia të bashkisë, një njeri punëtor që dëgjon, që firmos... Dhe që s'ma merë pushtetin. Dhe jam barova dhe shumë e qartë, shumë tani dalin zbuluar dhe protestat e ashtë të quajtura të Belindit, të cilat përveç se zhurmës, përveç se kaosit, në thelb kishin... Kanë drejtë që thëmë patrionisht. Po jo më rejse... Po jo më të gjohë si këto protesta... Po s'ke asnjë që tre jetë... Po jo më ti se kupton... Të shofre dhe di që do thuash. Po jo më ta thash, dhe PD-ja vet ka 2 grupime. Pro Erionit, kundra Erionit. Kundra Erionit ishte Belindi, më fal... Pro Erionit ishte Sali Berisha, I cili organizonte tash të quajtur protesta të Belin Këlliçit, vetëm për të treguar Erionit që shikoni jo popull, unë jam I rrezikuar, këta duan të më marrin pushtetin, punët e mira të Tiranës, dhe kishe pjesën tjetër të PD-s, edhe të cilat e vure e të mbledhje Këshilli Bashkiak. Jo. Edhe vetë PD-ja qau më shumë se PS-ja pse u largua Erioni. Se qau PS-ja pse u largua Erioni? PD-ja. Po ke PS-ja ku pe loti? PS-ja pash Gazpajon qiku, Markoqin qiku, njerëzit e tita afër besnik ikën, nuk votuan manush. Fati Erion Veliaj, një fjali. Fati Erion Veliaj është I shkruar. Marrveshja me Berishën tregon, ashtu siç Berisha bëri arrest shtëpie dhe pastaj doli I lirë, dhe Erioni shkon nga burgu në arrest shtëpie dhe nga arrest shtëpie është I lirë, nuk merret me politik, nuk merret, por shkon në Strasburg dhe derisa të shkojë në Strasburg,
Rama ka mbaruar punë me qeverinë dhe me hyrjen në BE. Thjesht do të thoya diçka tek Bledi. Brezi juaj për çështjen Veliaj, më jep një sentencë të bukur të shkurtër se si shihni ju se ai ishi fort në TikTok. E vërtet, po e shikojmë si shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Në TikTok ka i propaganda normalisht. Tani, sidomos nga burgu, TikToku ka shpërthyer Erioni duke i pastruar figurën me gjitha trendet e fundit. Po për ne, politika në Shqipëri është bërë kështu si showbiz. Merremi me thashë them, është bërë shumë me zbrazët, edhe ne thjesht argëtohemi kështu si teatr, nuk është se ka gjë serioze për ne. Edhe lini pensionistat që të drejtojnë, nuk angazhojnë. Shiko Manush, ne kundër Erionit kemi folur shumë herë, unë për veten time, sidomos në kohën e Covidit, ai u bë ekstremist i madh duke u bërë më katolik se Papa dhe se Rama dhe duke thënë që po erdhi Muhameti ke Mali, do vi Mali ke Muhametit, do vi vaksinatori, dhe për këto arsye, edhe për gjëra të tjera, ishte njëri kleptokrat, shumë i korruptuar, ngriti një sistem korrupsioni, ne vazhdimisht, ashtu si dhe kryeministrin e vetë që është në krye të korrupsionit, ne vazhdimisht e kemi luftuar këtu, por është trajtuar në mënyrë të palishme gjithë çështja e tij dhe me sa kam dëgjuar është trajtuar dhe keq në burg, duke u shkelur shumë të drejta njerëzore. Dhe sigurisht që gjella me kripa me karar, ai duhet trajtohet si gjithë tjerët dhe gjitha drejtat që i takojnë, mund të thirresh aty, mund të kishte folur, por Rama sigurisht ndoshta ndjehet i kërcënuar nga fjala e tij dhe se mund t'ia kthente atë votimin aty, duke marrë pjesë fizikisht, nuk e pranuam. Po këta ta thashun, Partia Socialiste është pronë e sionistëve. Dhe ta thash kë kam përzgjedhur ata kundër Erion Veliajt. Kam përzgjedhur, unë mendoja, Spiro Palin. Po të shikosh, çka kanë qenë? Që në vitin 41 kanë qenë globalistë. Çfarë theshin këta? Është lufta finale, vendimtare, jo, prit, internacionale, do jetë bota. Çfarë ish internacionale? Globalizmi, qeveria botërore, kundër të cilës doli Trumpi, që tha kur s'do ta realizoni. Janë nacionalistët, edhe luftrat që kanë qenë në të gjitha vendet ku ka pasur Parti Komuniste kundër nacionalistëve, kanë qenë pikërisht se kanë qenë agenda e globalistëve. E mbyllim pjesën e parë, por më përpara kam një këshill totale për Rizartën dhe Fred Sakon dhe Bledmanen. Ndroni stil jete, bëuni Electrocars Albania. Unë kam zbuluar Fredo që makina elektrike 6.000 lek në javë harxoj korrent dhe disi jam apo jo. Jam njeriu më komod në jetë. Kështu që Electrocars Albania, besoni dhe do ju dalë mban. E mbyllim tu pjesën e parë 34 orë, pjesën e dytë themi me bombën e Fred Sakos, fitilin e ndez, Rizarta Hoxha, që droni me ne.